dhe ardhi duke u rritur, duke u bërë minjera me madhe e vendit, minjerë kombëtare. Kish 2000 punëtorë, minatore, punëtorë të minjerës, që punonin atje. Gjithë Mokra e Gora e fshatrat të tjerë punonin për të nxjerrë bukën e metalurgjikut. Ju bën një fabrikë pasurimi atje për krah që kanë mbetur gërmadha tash. Kjo minjerë u ngrit me një projekt të avancuar kines. Ajo minjerë do të nxirrte gjatë vitit 1 milion ton hekur nikel. Aty punonin edhe minator kinez, edhe punëtor kinez. Për shembull, galeria kryesore që i thonë Travarbangu 750. I thonë 750 se 750 metra mbi nivelin e detit. Ku do dilte gjithë prodhimi i kësaj minjere. Minjera është e gjitha e betonuar dhe fillonte nga kuota 900. Nga kuota 900 zbriste një pus 150 metro, me diametër 3 metro dhe me trashësinë e mureve të pusit nga 1,5 metro beton. Mendo çfarë ndërtim kolosal. Një Pongradeci tërë bëshe, vetëm me vlerën e atij pusi, 150 metra, vertikalisht. Aty në kolonën e pusit do të lëviznin punëtorët, do lëviznin vagona, do lëviznin... Kemi njerë gjigande. Mendo, unë kur dëgjoj do njerë në bursë të Londrës, apo të New Yorkut, apo të Berlinit, që thuhet vlera e monedhës e parase përcaktohet nga sasia e platinit, arit edhe nikelit. Pra ne kishim një minjerë nikeli, hekur nikeli. Mendo çfarë po të procesoshe tamam ajo, të kalonte në proces teknologjik tamam. Çfarë vlere? Po dhe sot ka vlerë.